Mirëmbrëma shikues të televizionit të 7, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Edicionin e nisim me një rast të rëndë që është raportuar në burgun e Dubravës, ku një i burgosur dyshohet se fillimisht është sulmuar fizikisht dhe më pas është dhunuar seksualisht nga 3 persona. Ai ka marrë trajtim mjekësor derisa rasti po hetohet. Aty ku po vuante dënimin në burgun e Dubravës e raportoi një rast të rëndë. Një i burgosur i tha policisë se 3 të burgosur, të tjerë fillimisht e kishin sulmuar fizikisht e më pas e dhunuan seksualisht. Viktima, siç tregoi policia, ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe është dërguar për trajtim në spitalin e Pejës. Është pranuar informata se ka ndodhur një rast dhunimi. Viktima, mashkull kosovar, ka deklaruar se 3 të dyshuar, meshkuj kosovar, fillimisht kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij dhe më pas e kanë dhunuar seksualisht. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor në spitalin e Pejës. Për rastin ka folur edhe zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, i cili ka konfirmuar se ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit. Në qendrën korektuese të burgut të Dubravës është raportuar për një rast të dhunimit, mes rast viktima ka pranuar trajtim mjekësor dhe me urdhën e prokurorit të shtetit të dërguar për ekzaminime të nevojshme, ndërkaq ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale dhunimi, njëkohësisht janë autorizuar policia e Kosovës dhe institucionet tjera përkatëse që të kryejnë veprimet e nevojshme hetimore, të cilat dëshirojnë rrethanat e këtij rasti të ndjeshëm. Ndërsa avokati Gjevdet Smakiqi tregon për të drejtat e viktimës pas rastit të rëndë. Shërbimi korektues i Kosovës, siç kemi pa edhe viteve të fundit, po edhe prej fillimit, ka qenë duke u ngritur, është standardizuar, respekton standardet ndërkombëtare, por duhet të ketë më shumë monitorim, duhet të ketë më shumë mbikëqyrje dhe gjithashtu edhe edukim. Ai gjithashtu kërkon më shumë monitorim në qendrat korektuese. Përfaqësohet nga prokurori i shtetit, për arsye se prokurori i shtetit duhet të nisë hetimet, të mbledh faktet, provat, të ngritë akuzë dhe pastaj ajo të shtohet në gjykatë. Por si palë e dëmtuar, ajo palë ka të drejtë gjithashtu të angazhojë edhe përfaqësues të autorizuar, që quhet apo avokat, për të mbrojtur të drejtat e tij dhe për të kërkuar kompenzim dëmit jo material në këtë rast dhimbjeve shpirtërore të cilat ja ka shkaktuar me veprën penale i dyshuari. Gjatë vitit 2026 në burgun e Dubravës janë shënuar edhe incidente të tjera të sigurisë, si gjetja substancave narkotike në disa pavione në muajin shkurt, si dhe rasti i vetvarjes së një burgosuri në muajin qershor. E mbrëmjen e djeshme një aksident i rënd trafiku në autostradën e Ibrahim Rugova, la të vdekur një person ndërsa 2 të tjerë mbetën të lënduar. Aksidenti ndodhi rreth orës 20:27, rreth 29 km larg Vërmicës, ku përfshin një kamion dhe një vetur. Ndërsa një tjetër aksident është regjistruar sot në fshatin Kiev në rrugën Pej-Prishtinë. Sipas dhënësit e policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, në këtë aksident janë përfshirë 3 automjete dhe 7 persona kanë mbetur të lënduar. Ata janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa sipas policisë gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetë. Njësia rajonale e komunikacionit rrugor po merret me rastin dhe po heton rrethanat e aksidentit. Ndërkohë një 80 vjeçare të mërkurën dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj 81 vjeç. Prokuroria themelore në Prizren të Hajtën ka njoftuar se e moshuara vdiq si pasojë e lëndimeve të shumta në kokë dhe pjesë të tjera të trupit që bashkëshorti i ja shkaktoi. Sipas kërkesës së prokurorisë me datë 26 gusht 2026, rreth orës 12:05 në Prizren në shtëpinë e tij familjare, i dyshuari B.D. pas një fjalosje me bashkëshortin e tij, viktimën me inicialet L.D. e ka sulmuar fizikisht atë dhe e ka goditur dhe përplasur disa herë kokën e viktimës në tokë. Me që rast, ajo ka pësua lëndimet shumëta në kokë dhe pjesë të tjera të trupit. Si pasojë e lëndimeve të pësuara, viktima ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, thuhet në kërkesën e prokurorisë për masën e sigurisë ndaj të dyshuarit. Po ashtu sipas prokurorisë, pas ngjarjes, B.D. ka tentuar të fshijë gjurmët e ngjarjes dhe më pas ka njoftuar familjarët për rastin. Prokuroria ka kërkuar 30 ditë para burgim për të dyshuarin. Ndërkaq për vrasjen e 3 fish të 26 nëntorit në 2021 në Glogjan të Deçanit, për çka rreth 3 të akuzuarit u liruan, familjarët kanë reaguar lidhur me vendimin e gjykatës. Ata po shprehin zhgënjim me organet e drejtësisë.
Edhe 4 muaj e ndojnë atë nga përvjetori 5 i vdekjes së vajzës së saj. E veç 3 ditë më parë, ajo e kuptoi se të akuzuarit për vrasjen e saj u shpallën të pafajshëm. Nëna e Gentiana Mustafajt nga Glogxhani i Deçanit, Burbuqja, e kujton me mall ditën e fundit me të bijën e saj. Mam tha, qa ka me homër? Thash vëllaj mam ka sabah, thash ka dush të bëj diçka, ama ka homër. Nikolat që gjysë ka homër. Dhe shku vesh, një herë i ka vesh dhe tesha kështu, po si kanë pëlqy, i kish pandru teshat. Edhe s'dishka jam dalu në dishka në hodnik, mas mëram të e kumë pashtë në supë. Mes lotësh rrëfin momentin kur e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Atëherë Florimi tha pse s'po ma qel, tha Genta telefonin, a din? Tha shka dalë për se të ka kiamet, apo din? Se nashta tash vjen, apo din? Ku po vjen djali po kallzon, nebës na kanë kallzu, këta konet kishin pa ditë. Musë kanë kallzu një copë herë të isa ardhë, ka kallzu shtu konati. E babaj të ndjerës, Florim Mustafaj, tregon edhe për shkrimet e shoqërisë së saj në momentin kur ndodhi rasti tragjik. Ja kanë zonë pritën atë busit, e ka vrarë shoferi me një fishek, ka gjujt apet edhe fishek tjerë, ka kap Genten, ka kap ta djalin e Turkaj, është i plagosën. Edhe Ledi që Po, ka... Ledin e ka kap. Edhe Ledi ka denjë Deçan Dogët e kanë qut gjallë, ka jep shpjeta Genta, ka pas të plagët edhe ka dirë gjakin, në artjerën e gjakit e vend që e kanë put. Madje ndihet i zhgënjur nga organet e drejtësisë për vendimin e marrë, por edhe nga veprimet të cilat familja të akuzuarve i bënin në seanca. Nuk unë këtë drejtësi shumë i më zhgënjym. Dhe si në valed, mira pishmonit pëse kemi lëftu për këtë vanë. Dhe familjarët e dëshmorëve jonë zhgënjym me këtë rast. Se si ata që jonë dhe, se one njësa jemi. Unë e të lypi drejtësi për këtë, edhe s'ko më shkosh dhe sa del drejtësia në banë. U keshin nër veti, u qafshin nër veti, e unë e qikën në tokë, 17 vjeqe, unë e s'kom qafë mo. Por tragedia nuk u ndal vetëm te Genta. Aty e pësoj edhe shoku i saj 17 vjeçar Ledion Hamzaj, edhe shoferi i autobusit Gane Gjokaj. Sikur të ishte sot, xhaxha i Ledionit kujton momentin kur mori vesh lajmin për humbjen e nipit të tij, e dhimbjen e ka ende të freskët. Tha bac, tha, më suku më shto. Tha që edhe Ledioni shkoj. A i tregoj edhe para lajmërimit të cilën baba i akuzuarve u a kishte bërë para se të ndodhte akti. Baba i djemve, lokal midis fshatit. Jem kohën une, kohën beqa vlau. Njën kohën edhe ishë shumë tjerë të pi kafën me gjesë. Edhe aj me beqin tavërin. Se më hajme jetës në veti. Tha shok më sërini bashkë gafil, më sërini bashkë lirë. Se mëna 2 javë ka me pas akt terrorizm në Glogxhan në autobus. E i njëjti nuk do të ndalë deri në momentin që drejtësia të dalë në dritë. Në bazë dëshmitarve, mu a i shoqi ma ka gjakit bërqë. Betër mua që ke drejtësi, që ti në duhet të zitë bardhë, e të mua ziti me pikat zeza, s'ko në gjume da. Se kënë dhe fjallën, kur teshet me duhet për zitë, ka fjallë me mu. Pas vendimit lirues të gjykatës së Pejës, prokuroria e rastit Saide Gashi ka thënë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Besim të drejtësia, por tani flasim për refuzimin që Këshilli Gjyqësor i Kosovës u ka bërë gjyqtarëve e zyrtarëve gjyqësor sërb që para rreth 4 viteve dhanë dorëheqje, por më pas u bën pishman. Vendimi i KGK-s u mirëprit nga ushtruesja e detyrës së presidentes Alpulena Haxhiu. Për dorëheqjet e dikurshme u bën pishman. E pas gati 4 vitesh, 25 gjyqtar, 10 prokuror dhe gjithsej 176 zyrtar të tjerë kanë kërkuar rikthimin në detyrë. Por Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pas disa tentimesh për ta trajtuar këtë çështje, ka refuzuar kërkesat e tyre. Konsideroj që absolutisht nuk janë takt me ushtru detyrën e gjyqtarit, sepse nuk janë bjella me ligjet. Ka ndryshuar disa ligje, ka ndryshuar disa gjëra, ka ndryshuar disa praktika. Dhe tani pas 4 viteve ktheheshin në sistemet vazhdoshëm aty ku ke mbetur, konsideroj që ke humbë aftësinë për të qenë gjyqtar. Ndryshe nga AE, antarja KGK-s Ivana Miljenković kërkoi mbështetje për rikthimin e tyre në vendin e punës.
Me këtë është rivendosur vullneti juridik I barzëve të funksioneve gjyqësore për të vepruar me kapacitet të plot brenda Kosovës. Me këtë hap do t'ju mundzojmë gjyqtarëve që të kthehen në detyrat e tyre, do të mbrojmë rendin kushtetues dhe do të rikthejmë sigurinë juridike për qytetarët. E se zgjidhja më e mirë do të ishte hapja një konkursi të ri, e tha antari tjetër I KGK-s Bashkem Hyseni. Unë mendoj se zgjidhja do duhet ishte që të bëhet propozimi që këta gjyqtarë të lirohen nga detyra dhe të hapet konkursi duke plotësuar, duke respektuar plotësisht kotat kushtetuese që vijnë për gjyqtarët nga komuniteti serb. Pra, në asnjë mënyrë mos kuptohet që jemi kundër përfaqësimit të komunitetit serb në gjyqtarët e Kosovës. Mirë, por nëse ne do të pranojmë që pas 4 viteve që janë mbajtur pas një bazë kushtetuese dhe ligjore, do të krijohet një precedent I rrezikshëm. Emrat e gjyqtarëve serb të dorëhequr në vitin 2022 do t'i dorëzohen ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për lirimin nga detyra. Për këtë, ajo reagoi me një postim në rrjetet sociale duke mbështetur vendimin e marrë nga KGK dhe njoftoi se me t'i dërguar propozimet do të ndërmarrë veprimet për lirim nga detyrat e tyre. E një nga serbët më famkeq, I njohur si kasapi I Srebrenicës, Ratko Mladić, ka vdekur në moshën 85 vjeçare në qelinë e Burgut në Hag. Ish komandanti I ushtrisë Republikës Srpskës, ishte dënuar përfundimisht me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mladić u shpall fajtor për 10 nga 11 akuzat për fshirë gjenocidin në Srebrenicë, për ndjekjen dhe vrasjen e civilëve, depërtimet si dhe sulmet ndaj Sarajevës dhe marrjen peng të pjesëtarëve të OKB-s. Vdekja e tij vjen pas raportimeve për keqësim të gjendjes së tij shëndetësore gjatë javëve të fundit. Ndërsa për qasjen që e kishte ndaj krerëve të UÇK-s gjatë kohës së paraburgimit, por edhe ndaj veteranëve të luftës nga organizata e tyre, po e kritikojnë ashpër kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ish sekretari OVL-s në emisionin Frontal në të shtatë, tha sot se nuk duan as të ulen në një vend, krahas Albin Kurtit, qoftë edhe në marshin për lirimin e shlirimtarëve. Ty ku është Kurti, ne nuk ulemi. Pse? Ajo është kryeministër, ajo është kryeministër, por ne nuk na përfillaj neve. Kemi bën kërkesa, nuk ka dash takime me neve, dihet edhe politika e tina si e sulmon UÇK-n njerëz të tina, cilët janë pe kryeparlamentarit. Nëse merr pjesë në protestën mbështetje të tyre, besoj që ju konvenon edhe juve dhe është e mirë përgjithshme që besoj edhe. Unë thash me sinqeritet plot, po tham apet me vedijet plot, që na mbështesim protestën. Do të marrim pjesë të gjithë veteranët, familjarët e dëshmorëve, ju baj thirrje nga këtu. Nëse vjen Albin Kurti, do të rrim aty. Patjetër, nuk do të largohem nga protesta. Por nëse është ul dikon edhe na jepet mundësia më ul në çat protestë ose me dikon, nuk me Albin Kurtin jo. Edhe umat e specializuara të Kosovës kanë bërë të ditur se deklaratat përfundimtare në procesin gjyqësor për administrim të drejtësisë ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smagaj, Isnik Ilaj, Madel Fazliu dhe Hajredin Kuqi do të mbahen me 10, 11 dhe 14 shtator. Seancat janë planifikuar të nisin në orën 9:30 dhe të do zhvillohen në praninë e publikut. Në njoftim thuhet me 20 gusht gjyqtari pranoi kërkesat e Bashkim Smakajt, Isnik Ilajt, Madel Fazliu dhe Hajredin Kuqit për të ndjekur deklaratat përfundimtare përmes videokonferencës. Palët do të përdorin këtë fazë të procesit për të përmendur qëndrimet dhe argumentet e tyre, duke ju referuar provave të administruara, besueshmërisë së dëshmitarëve, proces verbalit të procedurës dhe ligjit në fuqi. Fjalën e parë do ta marrë prokurori I specializuar, ndërsa më pas deklaratën përfundimtare do ta paraqesë mbrojtja. Pas kësaj, palëve do t'u jepet mundësia për t'ju përgjigjur argumenteve të njëra tjetrës. Të akuzuarit do ta kenë fjalën e fundit. Me mbylljen e deklaratave përfundimtare, trupi gjykues do ta konsiderojë çështjen të përfunduar. Vijojmë informacione nga politika. Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku thanë se bën një hap përpara drejt zgjedhjes së presidentit pas një takimi mbrëm në Kuvend. Bisedimet u përshkruan si shumë të vështira dhe jo të lehta nga të dyja palët. Gazeta Express mëson se në tavolinë u shtuan 6 emra për president. Në tavolinë mbrëm u hodhën 6 emra nga 3 prej secilës palë për pozitën e shefit të shtetit.
Diskutimet pritet të vazhdojnë ditëve në vijim. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje falenderoi kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun dhe dy bashkëpunëtorët e tij, nga të cilët ai u shoqërua në këtë takim, Vjosa Osmanin dhe Lutfi Azirin, për seriozitetin, sinqeritetin, për dashamirësinë e treguar në këto negociata, të cilat ai tha se ishin shumë të vështira. Udhëheqësi i LDK-s tha se emrat e propozuar ishin në vijim me parimet e dakurtuara në këtë pikë. Ai tha se ky takim ishte një hap përpara. E ndryshe prej LDK-s, Partia Demokratike e Kosovës ka përsëritur qëndrimin se mbetet në opozit dhe se nuk do të marrë pjesë në dialogun për zgjedhjen e presidentit. E Musot përparim Gruda nga PDK njoftoi se do ta dorëzojnë kallëzim penal ndaj Avni Deharit, pasi që sipas tyre ai po e shkel kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit, duke mos ftuar vazhdimin e seancës. Kërkesa për ta ftuar vazhdimin e seancës bën disa herë, por kryesuesi i seancës konstituive nuk i përfilli fare deputetët e PDK-s. Për këtë, ata do të dorëzojnë kallëzim penal ndaj tij. Deputeti i kësaj partie përparim Gruda shpreh se Avni Dehari nuk po e ushtron detyrën e tij në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën. Siç e dini, për shkak të moshës është drejtues i seancës konstituive ose kryesues i saj, dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit Kosovës dhe me kushtetutën e Kosovës. Gruda tregon se për shkeljet e tij Dehari nuk reflektoi. Siç e dini, rregullorja e kuvendit Kosovës kërkon që kuvendi të mblidhet çdo 48 orë. Avni Dehari si kryesuesi i kësaj seance duhet ta mbledhte pra kuvendin çdo 48 orë që ta vazhdonte seancën konstituive. Përkundërse ne kemi dërguar disa letra, nuk ka reflektuar dhe nuk e ka thirrur vazhdimin e seancës konstitutive, prandaj ne do të paraqesim kallëzim penal për shpërdorim të detyrës zyrtare në përputhje me nenin 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E lidhur me çështjen e diskutimeve për presidentin, deputeti i PDK-s tha se nuk do të përfshihen. Ne jemi deklaruar që jemi parti në opozit, prandaj nuk jemi pjesë e dialogut për me zgjedhjen e president. Ne jemi parti opozitare, ky qendrim i PDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktuar pozicionin tonë, jemi në opozit, sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë në takim me Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatr politik. Lidhur me takimet mes vetëvendosjes së LDK-s për këtë çështje, përparim Gruda zgjodhi të mos jap komente. E PDK dhe Alianca edhe sot janë mbledhur para ndërtesës së qeverisë duke kërkuar sërish që kryeministri në detyrë Albin Kurti të shkojë në kuvend dhe të mundësojë konstituimin e institucioneve të reja. Atyre nuk ju lejua hyrja brenda. Për disa ditë me radhë e njëjta adresë dhe i njëjti mesazh. Deputetët zyrtar të PDK-s dhe Aleancës u mbledhën sërish para objektit të qeverisë, duke i bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të shkojë në kuvend dhe të mundsojë konstituimin e institucioneve të reja. Këtë bllokim institucional asamblesë të opozitës e konsiderojnë as pak të drejtë, marrur parasysh sakrificat e popullit. Ky popull ka dhënë gjak shumë. Ky popull ka dhënë shumë jetë për me pas pavarësi, për me pas liri, për me pas drejta, për me pas shtet, për me pas institucione, me pas rend, ligj, dhe vetin. Nuk bëhet hajgore me institucionet e vendit që kemi ndërtuar me shumë gjak, me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Deputeti i PDK-s Artan Behrami akuzon kryeministrin në detyrë për shmangje ndaj përgjegjësisë së tij. Sot Albin Kurti, ashtu që ka edhe tradit, edhe në doktrinën e tij politike, sërish po fshehet, sërish iku përmes rrugëve ilegale, klandestine, duke hyrë në ndërtesën e qeverisë. E Aleanca përsëriti thirrjen ndaj Kurti. Ne pam që pram tha i kemi votat për konstituimin e kuvendit, atëherë i bëjmë thirrje edhe një herë të vi, ta bëj konstituimin dhe mandati të vazhdoj për zgjedhjen e presidentit. Nuk kemi kohë. Kosova ka humbë shumë kohë që 2 vite jemi pa institucione. Edhe kësaj radhe deputetja e PDK-s Vlora Qitaku tentoi të takuajë me Kurtin, mirë po ky i fundit e refuzoi. Ai është deputet. Ne po kërkojmë që ai ta liroj këtë zyre, të vinë kuvend, ta konstituoj kuvendin
dhe t'i themelojmë institucionet. Ndërkaq, kolegja e saj, deputetja Ganimete Musliu, refuzoi të largohet nga shkallët e objekte të qeverisë, kur ju shtrua kjo kërkesë. E për një çështje që lidhet me ndërmarrjen pastrimi, u mbajt sot një takim i kryetarëve të komunave të rajonit të Prishtinës, por aty s'morën pjesë kryetarët e komunave që i përkasin vetëvendosjes, megjithatë një zëri nga të tjerët u kërkua më shumë bashkëpunim ndërkomunal. Të parët që erdhën në takim ishin Niko Qiri përparim Rama dhe kryetari Drenasit Ramez Ladrovsi. Por ndryshe nga ta, në takimin e kryetarit të Prishtinës munguan 3 kryetar komunash të vetëvendosjes. Valon Prebreza i Fush Kosovës, Shpejtim Bulliqi i Podujevës e Halil Thaçi i Obiliqit. Kurse për këtë Rama pati një koment. Normal që nuk mundemi me shty me zër këtë komunën e Obiliqit me qenë pjesë, unë i përgëzoj që kanë formu kompaninë e tyre të re. Megjithatë, kjo mungesë nuk ndikoi që të mos diskutohej koordinimi komunal për menaxhimin e mbeturinave. Nga këtu u kërkua bashkëpunim ndërkomunal për të gjetur zgjidhje për të ardhmen e ndërmarrjes. Diskutimet tona na pruan deri në pikën ku me marrë përgjegjësi secila komunë për veti. Pra kjo duket që do të jetë mënyra më e mirë që ta shtim në menaxhim çështjen e pastrimit, sepse për momentin e dim që pastrimi është kompani regionale. E një bashkëpunim mes komunash e kërkoi me patjetër edhe i pari i Drenasit Ladrovsi. Edhe thatë që kanë deklaru kryetari Obiliqit, kryetari Fush Kosovës, ne nuk i komentojmë deklaratat të tyne, po ata me qef ose pa qef kanë më ullë me neve, sepse na do të miremi vesh për kompaninë. Kërkush të ne merë përgjegjësin për një kompani që është e themeluar nga gjitha këto komuna, me marrë vetë borxhet apo edhe të mirat e saj. Ndërsa kryetari Lipjanit Imre Ahmeti u shpreh se kjo përgjegjësi duhet i rikthehet komunave. Shikoni, janë bashkuar setet dhe janë bashkuar njësitë e ndërmarrjes regionale dikon vitin 2003-2004 me vullnetin e komunave dhe me vullnetin e këtyre komunave që janë pjesë përbërëse e kësaj kompanie duhet shkëputën në mënyrë që të kthehet përgjegjësia dhe llogaridhënia direkte tek kryetarët e komunave përkatësisht tek komunat. Ndërsa asetet, punëtorët dhe obligimet e pastrimit të ndahen në bazë të nevojave të komunave. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët nga Fortesa. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.